Një përfitimi, çfarë përfitimi këtë që? Flasim për këtë temë, se herë patëm këtë temë. Okej, vazhdo të marrove. Thash të marrove. Jo, më. Vazhdo vllai. Po mirë, o koza. Kështu më shto që do të flasim në sot, kështu. Asgjë mos bosh, në bashkam i radio. Sa që faleminderit juve negativave e juve pozitivave. Boni meme që po mashtron Alex Visha. Sa më shumë ju lutem. Sa më shumë. Alex. Zio kemi bjanda, shumë. Të pak të ngjote këtu ka pjani. Shumë. Po ai çfarë shënjon që ti thot çdo klient që inston dhe fut tek merr fitimin thon direkt nga kompania. Është vërtet që merr fitimin, por ka një gjë që mos folim në favor të trading. Okej, se nuk fitohet në trading kështu si kur thojnë ato. Në trading, nëse ti je fillestar dhe nëse nuk shkon me një grup dhe grupi jetë shumë serios, ti do humë shpirtin tënë. Humë kosak. Nuk del fiti. Ajo është original si kazino nuk di. Aty duhet dituri dhe durim. Dituri dhe durim. North Londoni të regjistru, thot thuj Kozaku dhe lemi Po North London të angsha zemrën. Po North. O kardera. Po mos o eksito për qëtër, ja i dhe të po më abeti. Jo, edhe më North e kena bërë asër. Tani, përfitimet e mia çfarë janë? Më lutem se se kuptova. Jo, them po, çfarë përfitimi ke ti që merresh me këtë trending? Çfarë është këtë? Si ka emrin trading, si quhet? A të intereson ty çfarë pi kafe unë, çfarë kafe e pi unë, apo të intereson ty të shpotosh veten dhe mos shkosh me gabun milet? Çfarë të intereson? Të shkatrosh jetën tonë apo do të dish atin tënd? Jo, shumë kam shkatru jetën. Si? Shumë kam shkatru jetën. Tani, që të intereson ty, se s'kitoj unë? Jo, të bëna të pyetje më. Po pra, çdo kuj po flas unë edhe me publikun. Aha,